Do të kemi rubrikën Bëje vetë parën, ku do të përgatisim shpëlarës natyral për gojën me karafil dhe kanel për një aromë të mirë dhe freski. Do të kemi përgatitjen e një ruzhis, kuqës, shumë natyral, me produkte të cilat i konsumojmë, dhe sigurisht do të tregojmë disa mënyra se si të kujdesemi për rrafët e zim poshtë syve, gjithmonë me produkte kuzhine, produkte natyrale. Në pjesën tjetër do të flasim për pilates, pse ky lloj sporti është kaq shtrenjtë në ditët e sotme, si na ndihmon ai për të tonifikuar trupin, për të lehtësuar dhimbjet e trupit, dhimbjet e shpinës sidomos. Ndaj do të mësojmë disa teknika se si mund të ushtrohemi edhe në shtëpi. Ndërkohë, në pjesën tjetër do të ndalemi tek një problematik që prek më së shumti vajzat dhe gratë në mosha të ndryshme faktikisht, kur duam të luftojmë celulitin, shpeshherë kjo gjë ngatrohet dhe me ato që sot quhet lipedem. Çfarë është lipedema, çfarë është celuliti, çfarë i dallon nga njëra tjetra, kur kemi celulit dhe kur kemi lipedem dhe si duhet të trajtohet secila. Tani do të shkojmë në kuzhinë, është momenti me Albanën. Dhe jemi aty ku dëshirojnë anvisat gjithmonë të jenë prezente në kuzhinë. Mirëmëngjes të gjithëve. Do të gatuajmë sot të një gjë të mirë? Patjetër që po. 3 receta dhe sot. Tani unë bëj gjithmonë 4, faktikisht. Një lë gjithmonë rezervë në varësi të kohës, të shpejtësisë së duarve të mia, nga ndonjëherë kur kam frymëzim të flas më shumë, spostoj të 4, kështu është kjo punë. 4 dhëm një sap tani të javës. Sa të duash. Me çfarë nisim? Pasta. A nisim me të ëmblat. Po me një të ëmbël që fëmirin ton e ka shënjestruar. Janë ato gurabiet pa gjalp, që dikur ishin 5 lek. Janë pa gjalp dhe pa fryrës. Thjeshta, vetëm me vaj. Pra, hyn faktikisht në biskoteri, faktikisht, ku hyn. I vë ka pak ose gjës këtu. E nisa thash do ta nisni me pastën. Ka mund të zije pak ta vë punën për drekat këto. Më përpara, pra gurabiet pa fryrës dhe pa gjalp, ato gurabiet e bardha që kanë ato vizimet e holla, ja, do t'ja u them më pas. Çfarë më duhet mielli së shtem? Të sheqer pluhur, jo kristal. As kafas tjetër, sheqeri pluhur. Po të doni ju mund i vendosin vanilje në të kudur. Vendosim vajnë, vendosim gjalpin. Te gjalpi ka një sekret. Kur ju gjalpin do ta vendosni që të tretet, pa të tretet pak, normalisht gjalpi krijon shkum. Një shkum. Ja, kjo shkuma e bardhë këtu. Pe largoj këtë shkumën e bardhë dhe vendose makaronat. Duhet na i nxin ajo gurabiet, siç veprojmë te baklavaja. Ja, kjo këtu. Pe largoj. Në moment që unë e kam vendosur të tretet gjalpi, në nxehtësi të ulët, do ta lë edhe 5 minuta të filloj ajo zjerja. E lëm të ftohet dhe më pas e vendosim për të bërë ëmbëlsirën. Diku te 150 gram gjalp. Patjetër që do ta kombinoj me vajin. Filloj të vendos sheqerin. Tu nuk kemi nevojë që të presim të tretet shumë, se është në formë pluhuri. Disa ëmbëlsira keni vënë re që duan sheqerin pluhur. Do të shtoj në së shten. Edhe sa më imët, aq më të shkrifta, më të buta na dalin gurabiet. Pas një shtes, kemi mielin, kemi zgjedhur mielin për çdo përdorim, mund të funksionojë edhe për gurabiet. Do i trazojmë tani me këto sasi, do të llogarisim se sa gurabie do të
dalin në fund. Përse e bëra veprimin unë me këtë? Për mua është njësoj, si të kem këtë, pajisjen, dhe si të ashtoj, ja, borë në mbëlsirën time. Por nuk kam nevoj për këta. Në përgjithësi këtë e vendosin blogerët për të treguar që ne mielin duhet ta asisim. Absolutisht jo. Janë ëmbëlsirat që janë shumë delikate. Por, ka gjithmonë një por, unë i besoj mielit që përdor. Nuk ka nevoj fare të tillë, sepse është një miell i thatë. Mua nuk më kokrizohet. Kokrizimi është gjëja kryesore që ne përdorim të pajisje. Dhe jo më kotë unë sot e përdora. Sepse unë, kur thonë, ja ligji është i verbër për para gjithve, edhe unë jam e verbër para këtij miellit. Ja. Je dakord, Androniki? Dakord jam. Në mezi po pres të piqen, më thënë. Kjo pjesa tjetër është thjesht. Tani shtoj mielin. Është sasinë tjetër të miellit, por për të treguar për sa gram miell kishim, sa niseshte, sa sheqer, do t'ja u tregoj unë anvisave tani të shkruar recetën, kur bie. Do t'i gatuajmë shpejt e shpejt, do t'i bashkojmë të gjithë përbërësit në një tas, dhe kjo recetë pra nuk ka vezë, duhet të thënë. As fryrës. Sigurisht do të ndjejmë aromën e gjalpit në të, Ja, të cilin e shkrim, e bashkua me pak vaj, e do jenë të buta, të shkrifta, të shishme mbi të gjitha. E shojmë pak të shkruar recetën, sa gram ju duhet për secilin për produkteve që sa po i hodhëm në tas. Ja, do t'i largojmë edhe më këtej, sepse gjithçka është e zauruar, gurabie me gjalp, pa vezë dhe pa fryrës. Kemi 150 gram gjalp të zbutur, 80 ml vaj lule dielli, 100 gram sheqer pluhur, 2 lugë gjelle niseshte dhe 400 gram miell. Pra nga paketimi i miellit Ola do të përdorni më pak se gjysma. Pak më pak se gjysma, por ju e dini tashmë që Ola ka menduar edhe për anvisat që nuk kanë një njësi matëse aty në kuzhinën e tyre, ndaj keni këtë shiritin transparent për sasinë e miellit. Pjesa tjetër ishte me lugë përshkruar, ky është shiriti transparent që tregon se sa miell do të përdorni apo jo, ku është 400, ku është 500, ku është 600 dhe sa të doni ju përdorim. E keni në çdo paketim. E formuam e punuam brumin. Tavën e paskavon Albana me letrën që ti pjekim. Qa temperature du t'jetë besoj 180, se 200 është shumë për të pjekur gurabiet. Tani japim një formë çfarë duam. Ky brum duhet të pushoj? Tani, nëse ti ke punë, e mira është të pushoj, nëse ti ke punë. Po e lëm gati pak ka, një minutë, punojme. Derisa ti japim formën e duhur. Vetëm mirë i bën, edhe pak minuta e qetëson pak atë punim për punimin, qetësohet pas gjithë përbërësve dhe përpunimit që kemi bërë atyre. 2 do bësh mëj, 2 gjithsej. Se kështu po më gjajnë si ato... A, si ato që të më gjajnë ato janë? Pasta shut, se s'po gjeja emri. Vetëm s'kam kremin. Edhe krem çokolata apo krem karameli. Mirë, shkëputemi për 1 minutë, edhe rikthehemi shumë shpejt, japim formën gurabieve. Kemi bërë një palë kurabie. Hami Albana, që do t'ju themi janë visave? Tani... Në fund fare, kur të piqen këto e duan një plurosje. Po, që të janë vise... Dëgjo, nuk është për shaka kjo. A keni vënë re kur ju doni t'i përkushtoni një gatimi, t'ju dali mirë, gjithë shka do shkoj, gjithë shka shtrëmbër? Po ju përkushtove është gjithë mëndë dhe mirë. Do dhe. Gjan. Me pirunin. Ja. To zvizat janë për dekor. Ka gurabia, s'ka gurabie të tilla pa të dekorin. Shpresojmë t'ju kemi ngacmuar pak në ato nostalgjin e dikurshme. Sa le kishin këto dikur?
Të shkënë më zgaboj unë, apo 10 lek. Unë thash 5 lek. 10 lek. Po ti pyesim Anvisa se du ta mbajnë mend se grup mosha që ne na ndjek, besoj e di shumë mirë për nostalgjin, për çmimin, për mënyrën se si përgatiteshin dikur. Këto kurabie në shtëpinë tonë. Tregona një pak, do t'jetë numrin në ekran, do t'jetë regjia, do t'kujdeset për t'ja u rikujtuar dhe na telefononi. Këto. Dhe e meriton një kurabie, pa tjetër që e meriton. Po prisë është... thash se më the mua, me kishë... Ti meriton gjithë tavën, me qa tua. E diskuton. Atër, kurabiet përfunduan. Telefonin e keni në ekran, na telefononi, nëse sa do pak ju kemi nxitur nostalgjin, shijen e traditës, dhe më vjen mirë që ky program gatimi, pra kjo hapësirë gatimi, i ka mëshuar fort tabanit të popullit. Gatimeve tradicionale, të vjetra, të shishme, të gjysheve tona, të mençurakeve tona. Kështu që me shumë krenari e themi këtë që kemi munduar, sa do pak, të mos e harrojmë traditën. Dhe kur thot Niki pra që i kemi mshuar fort kësaj tradite, kujdes, pirunit mos i mshoni fort këtu, të vizat. E marë dhe kujdes në vizat e bardha. Kujdes, gjithmonë shkelin në vizat e bardha, se gurabiet e bardha ne kemi zakonisht një këmbësorët. Ne i kalojmë ato vizat e bardha kur bëhet e kuqat. Ja më pyet mua. Ne nuk jojmë portokalli. Kjo ishte receta e gurabieve. Sigurisht që ka dhe mënyra të tjera të përgatitjes së tyre, po kjo e vjetra fare. Besoj u soll ndërmend tek ju dhe sa do pak e kemi kaluar këtë fazë. Tani do kalojmë tek pasta. Do të përgatisim një recetë të drekës së sotme. Kush nuk do t'i donte një pjatë pastë të shishme. Dhe kur bëhet fjalë për pastën Ola, ky është paketimi që varieteti që kemi zgjedhur. 6 deri në 8 minuta e ke zjerjen Albana. Nuk e di sa kaloi, sa minuta kaloi kur kemi vendosur në tenxherën, por në këtë minutazh do të zjejnë dhe veçanta e kësaj paste, si pikë kyçe dhe karakteristike veçantë, është e para që prodhohen në Venecia, në vendin ku mjeshtrit italian prodhojnë pasta me atë metodologjinë dhe eksperiencën e mjeshtrave italian të përgatisjes prodhimit të pastave. Fakti që është përzgjedhur lënda e parë e duhur, shumë cilësore, premium, e bën këtë pastë premium. Kështu që ne përpiqemi që të zgjedhim ato lloj produktesh të cilat na ofrojnë një standard të lartë. Pse e them këtë? E them këtë për faktin që nëse zgjedhim këto produkte me standard të lartë, jo vetëm që prodhojmë një pastë të shijshme, por mbi të gjitha nuk kemi dëme në shëndetin ton. Kjo pastë, pra, vjen nga Venecia, prodhohet në Venecia, është pastë shqiptare, dihet që e njëjta kompani që prodhon edhe miellin. Pasta Ola vjen në variante nga më të ndryshme dhe pika kryesore që dua të dalë në thelb tani është pikërisht prerja e këtyre pastave për t'i dhënë forma të ndryshme në pllaka bronzi. Albana kemi theksuar disa herë këtë pikë të rëndësishme të pastës Ola dhe kjo e bën që ato të kenë një teksturë të ashpër, tepër të ashpër dhe këtë e dalloni shumë mirë kur e prekni pastën dhe e krahasoni me një pastë tjetër të lëmuar. Kjo e bën që salca që ju do të ndërtoni për përgatitjen e kësaj paste të ngjitet tek makarona. Mos jetë më vete salca, po të jetë ngjitur me të. Një detaj shumë i rëndësishëm për të marrë një shije. Po, patjetër. Me çfarë i gatuajmë sot? Sa minuta ishte zjerja? Deri 8 minutë. Dua edhe të flas edhe pas syze. Atëherë. E ke këtë nga ana tjetër? Të tillë, se më pëlqen janë kështu. ASMR. Bravo. Përdoret po lerja brezi të ri këto ASMR, se duhet të kesh thonjtë e duhur. Brezi ri ka mësuar. Bravo, shikoj. Mund të përdorni të gjitha këto dhe makaronash. Të gjitha për këtë gatim. Çfarë deti dalja që ne themi për shembull kritharaqi ose orzo? Ajo është që t'ju gënjej mendja. Mjafton që të jetë e bra 2 herë, shikon edhe këtë, edhe pa thonë. Shikon ti. Jashtë që ti Ola dhe jeni në rregull. Kam vendosur mishin. Mishin e kam kaurdisur dhe më pas kam shtuar ujë. Më duhet që të shtoj qepën. Dhe teksa shtoj qepën, normalisht shtoj dhe karotat. I lë që të bëhen avash, duke i shtuar, duke vendosur
kapakun. Tek domatja, kripën, piperin, dhe pakus fare sheqer. Me që kemi sasi të konsiderueshme domatesh, salce koncentruar, e thyem pak atë aciditetin. Shketa marrë tjetrën. Mo je uruar. Krip. E lë dhe nuk flas më. Ti di që gjithmonë në tasat tanë, sheqeri është në sasi minimaliste, nuk ka shumë, se nuk e përdorim. Mishin karotat, qepën tani edhe domatet të spërkatura me piper. Do të shtoj. Kripe dhe sheqer. Salcën. Pra me këtë pjatë paste nuk e nevojë për gjë tjetër, se perimet i ka, mishin e ka, karbohidratet, kështu që një rrugë e dy punë. Dafin. Makaronat i kam zjerë mirë. Te makaronat. Shtoj. Detaj ky, shton akull, sa pa kubik akull. akulli. Në momentin që ju keni zjerë makaronat shumë, shtoni kubik akulli dhe normalisht ndalon procesin e zjerjes. Ndihmon që makaronat të mos ngjiten në gatim, gjë që frika e çdo anëvise është makaronat mos të bëhen çullë. Kjo varet nga lloji makaronës, nga domethënë koha që kemi zgjedhur për ta zier. Shtoj verën. E lë derisa alkooli të avulloj. Do thoni ju, shtoj domatet apo jo? Po pse mos e shtoj? Normalisht do avulloj alkooli. Shtoj dhe domatet. Tek domatja kemi sheqerin për të ulur aciditetin. I vë sërisht kapakun. Dhe ne po të duam, ne marrim një tavë dhe i shtrojmë në vendosim në furrë, po të duam, ose në të kundërt, i gatuajmë këtu. E kam kapur. Dëgjoj ka ato salcën, ato shijen aty në fund të tiganit, kështu që e lëm se kemi tiganin të thellë, mjaftueshëm të mbajë gjithë sasinë e pakos së makaronave. Duhet që karrota mos të bëhet çulle. Do të ketë të lihet shija e karrotës. Qepa normalisht duhet të jetë njësh me salcën. Domatja edhe të jetë, edhe mos të jetë. Kur themin e që gjithmonë gjejmë atë mesin e artë, pra që të duket e prera e domates, mos të bëhet njësh me salcën. Sepse unë prandaj të kam shtuar salcën. Por, a nuk do në një bimë aromatike, po e do dhe do me të shke me të e do. Po ja, kemi E të do me të koper. shke me të. Kemi po deshe borzilok. Mua më duhet Gjete borziloku. vetëm majdanozi këtu. Kemi dhe majdanoz në bimët tona aromatike, të cilën ja shtojmë për t'i dhënë atë shijen e duhur. Një prekje tani për të përmbledhur recetën e makaronave si kemi përgatitur sot me mishviçi në formë gjyveçi. 1 kilogram mishviçi për gjithë familjen tuaj. Pra po llogarisim për një recetë që përmbledh gjithë familjen në të. Kemi 4 luggjelle vajulliri, 1 qep, 1 karot, të prera këto në kubik apo në copza. 1 presh, po deshët, ose qep, 30 gram koncentrat domateje, verë kuqe e thatë, 60 ml, domate të fresta, 700 gram, 3-4 domate të tilla, 1 ose 2 gjethe dafin, 500 gram makarona, mos jenë shumë të mëdha, po të jenë makarona të vogla, krip, piper i zi dhe djathë kaçkavalli grirë, të cilën Albana do t'ja shtoj në fund, kur të servirim recetën tonë. Unë kam lënë preshin nuk është opcional, por preshi nuk shkon tani në këtë kohë. Po të konsumohet në dimër, pa tjetër që preshi jepi një shije më të veçantë. Por preshi nuk është i kësaj stine. Dhe prandaj me që unë e përdora në këtë stinë,
nuk vendosa preshin. Plus që nuk do ketë atë shijen e duhur. Do të shtoj sasin e makaronave që rrëshkasin, shifeni, pak të ngjitura me njëra tjetrën. Ja. Na mbush plot. Po? A keni vënë re që themi është një makaron që shton? Ja. I përzihem që të marrin aromat, të shpërndahen më mirë. Se do doj edhe pak më tepër krip. Tek djathi, mund të shtoni djath i fort. Një djath kaçkavall që e grim dhe ja shtojmë në pjatë. Djath i bardh dhije, pra të jetë i fort. Tani. Në përzierje, tani ato të gjitha dhe janë të gatuara. A kam faj unë që marr kile? Jo, po t'ja direkt. Jo, s'kam faj. Jam e pafajshme. Jam e pafajshme. Që të betohem po të isha në shtëpi. Ha, monet s'ma dhe provoje se deri këtu doje të dilje që të provoje se si është shia. Po ty të takon se ti je mbi tenxhere, normal që është edhe këtë tjetër. Do shikosh. E kishte nevojë edhe kaq. Se sa Po. Çfarë duhet të ndrysh? Çfarë të them? A kam pak gjalp këtu? Në ujin që kisha edhe me gjalpin? Ja, pa vash. Nuk bëj mëkat fare, as te djathi, as te gjalpi, as gjë. Është si e ujit, nuk është e gjitha gjallë. Jo, nuk është. Tani do të kalojmë në publicitet. Ama, mos kalojmë në publicitet. Edhe pak fare, edhe pak vaj ulliri. Dhe receta është gati. Kur të kthehemi e servirim, ndërkohë bëjmë një shkëputje, sistemojmë tryezën dhe bëjmë i gati për recetën tjetër. Ju presim. Mirë se erdhët në pjesën e fundit të gatimeve tona. Do t'ju kujtoj edhe njerë çfarë kemi përgatitur. Do të shohim edhe gurabie që kemi vendosur për të pjekur. Kemi përgatitur një pastë makarona me mish, e plot, me aromë, me shije, me një pastë cilësore siç është pasta Ola. I kemi lënë që të ftohen dhe gurabiet sigurisht nuk do të marrin fiks siç i përfytyroja. Është kjo nxehta shtym pak më përpara. Do t'i vendosim në pjatancën e duhur. Kryesë janë të nxehta, kanë kulluar, janë pjekur, aq sa duhet, janë të shkrifta me aromë gjalpi. Kjo është ajo që mbizotëron. Opa, shisa. Janë shumë delikate. Shumë delikate. Po e lëm dhe i servirim më vonë. Se mundohesh, Albana, i servirim pak më vonë. Të ftohem pak. Aman. Nuk kam pritur dhe të dalë, kam dalë para kohë, Ja, ta lëm tu në mes. Vazhdo, ha. Opa, vash. Është nisëm, s'kemi që t'i bëjmë. Të lumt. Vendosë në sipër, se të shpërblen. Të lumt dora me aman. Dhe përfundua me sukses djegjen. Ja. Kjo ishte receta e parë për anvisat që nuk arritën të shihnin. Kështu duhet të jenë. Dhe kur ftohen, gurabie me gjalp, me aromë gjalpi të shkrifta, të shishme, të pudrosura me sheqer pluhur. Recetën e parë ja u thash të makaronave dhe përbërësit ishin mishi, karota, domatet, salca e koncentruar, aromat e me radhë. E ndërkohë kalojmë tani tek receta e tretë. Dhe le të koncentrohemi këtu. Koncentrim për koncentrim. Koncentrim në fuqi të dytë. Patlıcan. Kam patlıcanat. Është ngrohur tigani. Sigurisht në ujë që të largojmë shijen e idhur. Ja, këto. Do t'i kullojmë se kanë atë vetin që përveç se përthithin vaj, se janë si sfyngjer, do t'i skuqim. Kërpudha patlıgjani janë njësoj. Të
të prera sot në rrath, do shoqërohen me domate, me qep, me djath, me udhra, me erza në një formë gjelle tigani, gjellëvere, të shpejt, që edhe të mos qëndroj shumë në zjarë. Ujin nuk e derdhim, e lëm për të vazhët e luleve. Uj patlıgjanëve, perimeve, bananes po ashtu, i thajmë, i grim dhe i vendosim si ple për bimët aromatike, lulet, perimet e me radhë. Opa, edhe një fshirje shumë të mirë dhe vim në vendin e krimit. Po një krim, i domosdoshëm për njeri unë. I ka urdis pak fare, kam kujdes vajnë, dhe do të shtoj dhe thelpit të hudrës, shiko? Si që janë, pa i prerë. Ndihmoj me pak uzvaj. Deri sa gjenë vetë veten. Po, nuk e do pak pipet, e do dhe e do mirja, pja. Shohim, është gabim për zjerja me lugë. Të këthejnë ato dhe nga nga tjetër. Druri. Luga. Përse i shtova të gjitha, sepse dua të kena të funksionin si kur unë i kam pjekur. Edhe bëjmë këtë proces, dhe na duhet të presim tani që të zbuten, të skuqen si që duhet, sepse nëse arrim këtë fazë, pjesa tjetër e produkteve është shumë kollaj pastaj për... Si që kam, sepse në themi, shtojmë, i skuqim, i heqim, i lëmë njanë. Marim qepën e skuqim. Përse du të bëjmë dy veprime në pas një lloj lidhje? Këtu është direktun, edhe qepën. Sepse duhet që të jetë shija e njëjtë, shpërndarja e njëjtë. Do të shtoj. Edhe domatet, që i kemi tani me bëllëk, aty të zbuten, ndërkohë kam rritur një telefonat në kuzhinën tonë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjojmë shumë mirë. A mund të recetën e gurabijeve edhe i herë në televizor? Po pa tjetër, e do recetën të shkruar. Me kënaqësi do ta tregojmë, thjesht merri përbërësit. Recetën e gurabijeve, mund të na jepni edhe i herë në televizor? Ja, e ke në televizor e ke, gurabije me gjalp, pa vezë dhe pa fryrës, po t'i lexoj përbërësit. 150 gram gjalp, 80 ml vaj, 100 gram sheqer pluhur, 2 lugë gjelle niseshta dhe 400 gram miell, po edhe unë i lexoj. Zonja i ka bërë foto tani me telefon dhe e ka mbyllur. Ja, kështu, të ndihmuam për t'i gatuar dhe na telefonon në ditët në vazhdim, kushdo që ishe, që telefonove për t'na treguar si të dolën gurabijet. Ndërkohë ne vazhdojmë me gjellën e tiganit, me patlıgjan, domate, vash. Edhe qep. Tani, ju po të doni, shtoni koncentrat. Në të kundërt, nuk e shtoni. Si mund ta përfitojmë koncentratin? Lëngun e perimeve, e lëmë një. E lëmë të ftohet, shtojmë pak ose fare një sështe, derisa të krijohet ajo masa e trash dhe e vendosim në kubikët e akullit. Nuk e bëjmë këtë, po ja e shtoj këtu. Pra kemi variante nga më të ndryshmet. Le të marr pak ose fare ujë këtu. Ujë, kemi dhe këto bimët nëse të duhen, për t'ja shtuar dhe në fund fare, një copë djathi i shkon për bërësve perimeve që gatuhen. Ja. E lë të bëhet me terezin e vetë. I vë kapakun, largoj. Dhe. Tani jemi drejt
2-3 minutave të fundit, që ti tregojmë dhe një përmbledhje, ndoshta për avisa se këto telefonatat jo më kot na kujtojnë që po duhet ju përmendim ne përbërësit, Gurabiet besoj i kuptuat, tek makaronat ju duhet një pastë e plot me makarona të formave të ndryshme, mjafton të jetë një pastë cilësore, siç është ola. Vjen shumë aromë mirë nga dafina, nga erëzat e tjera. Mishi, pak gjalp që i hodhëm ne, karota, domate, salcë domate, pak fare sheqer sa për të rekuilibruar atë aciditetin, krip piper të zi, qepën ose një presh si të doni ju, dhe jakte ke keni të përfunduar recetën, mjafton që të jenë në zjerë në kohën e duhur, dhe gjella e tiganit me këto patlıgjanët. Pra, e lëm të bëhet avash. Në fund fare, ne do të shtojmë. Në fund fare rregullojmë shijen dhe djathë të bardhë i shkon dhe i vjen. I mbarova të gjitha unë këto, po patjetër që i mbarova të gjitha. Bimët aromatike i kam për më pas. Po ja shtojmë në fund bimët. I largoj. Dhe na lumshin duart. Kena një tjetër për të na treguar. Kam diçka jo, nuk bëjmë tani, tani nuk bëjmë. Gjithmonë atë që lë për në fund, se ke 3 minuta e bëm po deshe ti. Ti bën recetë. Direkt atë të frutave. Asa. Direkt, ja. Hajde shohim tani, do bëjmë një. Opa. Nga këto 2 minutëshet, 3 minutëshet e shpejta. Që, po, patjetër mund të quhet recetë, se Recetë, është nuk është shumë e gatshme, duhet të përpunohen. Atere, një moll. Çfarë kemi? Moll, limon, lëng portokalli, sheqer apo mjalt. Çfarë përgatisim tani? Shtoj një sherbet molla. Okej. Mollën me gjithë lëkurën. Sepse aty ka preferencë për mollën apo çfarë do që jetë? Faktikisht verdha gold. Goldi është i mirë. Faktikisht unë prandaj kam zgjedhur goldin. Do ta shtoj me lëngun e portokallit. Me gjithë tulin, me gjithë fibrat e portokallit, jo të kulluar. Mjaltin. Jepi një gëzhe. Ja. Mjalt, lëng portokalli dhe moll. Që vete maksimumi. E kalojmë në gryse. Shtoj lëngun e limonit. I shtojmë një limon të plot. Heqim farat. Të gjithin apo vetëm gjysmën? Bravo. Se pas ka shumë lëng limoni. Të gjithin. Okej, po marrim edhe tjetrin. Shtoj. Ajo bragabim. Edhe njërë tjetër. E këthim dhe njërë kohën brapsht. Tra mollën. Ja. Lëngun e portokallit. Lëngun këtu. Lëngun e limonit. A e këtu të gjithë? Po. Ja, u bën një mas si një smoothie. Shtojmë shkop kanele aty. Masën e sheqerit. Dhe këtë sherbet e përdorim për ëmbëlsirat apo? O, janë sherbet për baklava. Janë atë. Kush janë gocat, vajzat? Ja. Te do ta lëmë që të shkri. E përzijej mirë. Dhe e vendosim. E vendos Të kanellën po e mbajun se më duhet në proces termik. Pakës fare ujë androniki dhe jemi çoglyzel. Do ta shtojmë tek ëmbëlsirat që përgatisim apo jo? Sepse kështu ndihen nënat që kanë vajza. Ja, kështu të shërbetosura, të ëmbla. E kanë këtë. Shtoj edhe pjesën tjetër, a? Edhe pjesën tjetër të mjaltit dhe do t'ju kujtoja që receta do t'i gjeni edhe në YouTube-in ton, në kanalin ton zyrtar, me emrin Reze Dielli. I keni më vete aty të ndara, na bëni dhe subscribe, kështu që ju falenderojmë që na keni ndjekur në kuzhinë. Unë do t'ju pres pas fleshit informativ në 10:05 do t'jemi sërish në Reze Dielli.
Ja ku vim në rubrikën shumë të dashur bëje vetë me Stella Nikola. Mirë se erdhe, Stella. Mirë se u gjeta. Kënaqësi. Çfarë do na tregosh sot, edhe pse në fakt për anvisa që na ndoqën në hyrjet e emisionit i shpjegova 3 pikat ku do të ndalemi sot. Ti themi shpejt një shplarës për gojën. Atëherë kemi një shplarës për gojën, kemi këto rathët e syve që mbas pune gjithmonë na tradhtojnë pak. Kemi dhe një mask me panxar të kuq. Këtë faqkat, Është kjo që, po, si ruzh ajo, i japim pak dritë hije, por që kemi çdo gjë natyrale. Natyrale, me panxar që e përdorim edhe për buzët, thjesht me përbërës natyral. Me këtë nisim të parin, besoj të uji është gati. Ne kemi ngrohur ujin dhe kjo është një shplarës goje. Tani ne e dim që ka plot në dyqane, në markete, shplarës goje gjithandej. Ato kanë ato elementet që unë nuk jam dakord, sidomos për fëmijët, pastaj jam komplet kundra. Kështu që me pak kanell dhe karafil, me ujë të nxehtë, e lëm që të precipitoj pak të fillojnë të veprojnë si karafili dhe kanella. Shplajmë gojën edhe e pështymë me derdim. Antibakteriale për bakteret që ndodhen në gojë, po ashtu edhe për freski. Unë nuk e di, Niki, unë më përpara kur më dhimbte të mballa, neve çfarë bënim? Pinim karafil. Ose krip, në thoshin, vendosni çik krip të vëndi. Ne karafil gjithkohës edhe unë tani shihen e karafilit më kujtohet dhëmballa. Po, ti jep atë iden s'kujt e dentisti kur për ty karafil, për shkak të eugenolit, një element i përbërës kryesor që përdoret edhe në ku ka më mirë se klinika dentare. Çdo gjë natyrale. Pra me ujë të nxehtë, atë ngrohtë. Kjo filloi direkt që të lëshoj atë ngjyrën e verdhë. Atëherë, do ta lëm pak këtu përpara, që edhe shojnë anvisat, të lëshoj pas pak minutash është gati për të bërë atë shplarjen. Ne përdorëm shumë pak tani, sepse mund të hedhësh më shumë karafil dhe kanell, bën një gota, një shishe, dhe ke përdor në ditët në vijim për një javë. Kjo është perfekte. Atëherë, fillojmë maskën tjetër për këtë rathët e zinj. Po, rathët e zinj. Ne këtu kemi marrë majdanoz, e kemi grirë, kemi hedhur pak ujë, dhe është krijuar kjo si përzierje, ujë majdanozi. Tani ne do ta kullojmë. Dhe është ngjyra jeshile. Ja ku është ai klorofili, nuk e di nëse duket. Duket, po. Do hedhim. Nisështë. Duhet që ta bëjmë atë tani. Tani këto do ta hedhim me sy, se sa lëng kemi hedhur, aq nisështë do hedhim të bëhet si tip maske trash kjo. Do akoma më tepër. E pra. Në vend të niseshtes, çfarë mund të përdorin tjetër? Tani ne mund të përdorim dhe xhelatin. Okej. Plur ose fet xhelatine. Ja ku e kemi një, mund të përdorim dhe pak xhelatin. Që e bën si xhel, e bën atë të jetë në gjendje tjetër, jo të lëngët. Ju e dini që nisështeja fillon direkt dhe krijon një mas të trash si kur ngrin. Kjo tani vendoset në sy, poshtë syve, edhe duhet ta lëmë 10-15 minuta. Pastaj e shplajmë me ujë të ngrohtë. Mund të përdorë edhe në gjithë fytyrën, kam përshtypjen. Po, edhe në gjithë. Majdanozi ushqyes ne shkëlqim, ka vitaminën C, goxha të përshëndruar. Është shumë i mirë edhe kur skuqemi. Përveç sallatorit edhe majdanozi është shumë i mirë për këtë. Super, dhe si hidratim. E përdorim për shumë. Kjo është ideja e dytë, po, dhe tani kjo është e preferuara ime, sepse na pëlqen pak të japim pak vitalitet fytyrës, ato faqet. Më përpara kanë qenë disa metoda shumë të lezetshme që e pickonin vetë para një takimi që ti të ishe pak me ngjyrë, të ishe pak fari pickonin. Ja, me duar, kështu. Edhe krijoje pak të kuqe. Pastaj u shpikan plot metoda të tjera. Ose buskuqe mbaj mend që përdorte gjyshja. Po sigurisht, përdorin buskuq, pastaj siç tham për syt, laparoskopiativ, ka plot mënyra. Por që më përpara fare që nuk ekzistonin këto, ishin fruta dhe perimet. Dhe ja ku kemi panxarin. Që me panxarin përveç se na bën mirë kur e ham se ka komplet vitamina dhe vlera ushqyese, tani siç e kemi panxarin e kuq, që të mos na lëshoj ngjyrën e kuqe se mua të gishta, Stella. Uruajt ka marrë një letër. E në mungesë të dorezave që kishim, po s'ka problem, në rëndësi ka që ne ta grim ato në rende. Në kuzhinë gjejmë zgjidhje gjithmonë. Kështu që
Unë dua që ta ngri pak Zgjidh imët. ndoshta renden më praktike që ke nga një anë që të mund të ndihmoj. Aty, më mirë. Kjo është. Do t'japim një shembull thjesht aq sa na duhet ne në masën e një kavanozi të vogël për të përgatitur këtë rruzh skuqës për faqet natyrale me metodën dhe me përbërësit. Sepse zonjat me të drejtë mund të pyesin pse nuk përdorim kështu siç e kemi pak. Po edhe përdorim edhe të buzët. Jo se gabojmë këtu edhe bet goxha e errët kjo edhe pastaj detyrohemi të ta mbështejmë me krem pudër se do dukemi si kloun. Është komplet e padëmshme edhe aq. Normale. Okej. Tani unë u bëra pak pis, po s'ka gjë. E kullojmë, po ashtu do ta shtrydhim se do të ketë një sasi më të madhe, po për të treguar iden, kjo është ideja, do ta kalojmë në një sit në këtë rast. Tani kjo normalisht duhet të nxjerr lëngun. Që të nxjerr, do të ketë më shumë panxhar. Po sigurisht që duhet të jetë më shumë, nëse ne kemi kohë. Dhe ndoshta duke e ndihmuar me pak ujë aty pastaj kur të kulloj, më jep pak ujë të ngrohtë. Kur vetë sasia e lëngut të panxharit, edhe mund të shtrydhet, po për të flasim për kushtet më minimale, ja, një çik sa të nxjerrë ato ngjyrën e kuqe, sepse ne për atë po synojmë të marrim ngjyrën e kuqe natyrale të panxharit. Okej. Si e punojmë më pas? Kështu siç e kemi, e shtrydhim. Ja ku krijua e kuqja. Kështu siç e kemi tani, do shtojmë gjelatinën. Ku do shtojmë gjelatinën, ë? Ta trashi pak. Mund ta ndihmojmë në këto momente përsëri me çfarë mund t'i ndihmoj tjetër zonjat tona në vend të gjelatinës? Atëherë, në vend të gjelatinës është edhe ai dhjami i derit, i mishit të derit. Ose ashtu si që është nga ngrirja, edhe i vendosim në këtë lëng. Ajo direkt dhjami i derit është i fortë dhe krijon atë tamam si konsistencë të trash, që është edhe më kollaj për ta lyer, pastaj edhe për të qëndruar. Dhe dhjami i derit është yndyrë i lirë fare. I lirë fare është. Tani edhim të vitaminën. Të vitaminës C, që i jep elasticitet dhe ushqen shumë mirë lëkurën. Një kapsulë të tillë dhe këtë e vendosim në frigorifer, besoj. Edhe niseshte. Që të japi ta trashi pak më tepër. Kjo është më shumë për emergjencë që jemi tani. Ndërkohë tek shpëlarësi mund ta shihni ngjyrën që ka marr, kanellë dhe shikoj Niki çfarë ngjyra u bë. E përdorni direkt për shpëlarje, për të dhënë aromë të mirë të freskët. U bë pak ashtu roz siç e duam ne për sepse ka goxha dallim, domethënë, kjo e kuqja na bën pak si kloun, kurse kjo roza është fikse ajo ngjyra. Është ajo ngjyra natyrale. Edhim në një nga këto. Po, duhet të edhim në një kontenitor. Në një kremi që na ka mbaruar dhe pastaj. Shiko sa e bukur është. Kjo tani me kalimin e kohës do ngri nga gjelatina dhe niseshteja. E atë ai kontenitori me një furçë ose thjesht me duar. Me duar, si që këtu në punë, lyhen këto faqet edhe duke shmërinore. Edhe më e freskët. Mirë, interesante. Që mund të bësh me fruta dhe perimet që kemi në dollap. E kam aplikuar për gocën që përdor do buzët e kuqe tani që kanë filluar pak me këto make-upet edhe gjithmonë ka përdorur panxhar të kuq për të lyer buzët. Bukur fort. Shkëlqyshëm. Faleminderit Stella. Faleminderit Jova. Ndërkohë ne do të dalim nga studioja, në fakt kemi dalë dhe kemi treguar se si pilatesi është një trend në ditët e sotme, për çfarë na shërben ai, si na ndihmon me tonifikimin e trupit, por edhe në dhimbjet e ndryshme të shpinës apo si një formë kurative. Ndiqeni këtë material dhe do të rikthehemi me Sidorelen, më pas do të flasim për celulitin dhe lipedemën. Jeta moderne na lodh, na sforcon, na lodh mendjen, na largon dhe nga vetja dhe shumë njerëz janë duke zgjedhur sot alternativa nga më të ndryshmet për të qenë në kombinim të duhur, të
formave fizike dhe qetësisë mendore po ashtu edhe qetësisë fizike në të njëjtën kohë. Jemi në një qendër pilatesi, vajzat janë duke u shtruar për të kuptuar më shumë se çfarë është kjo forma aktivitetit fizik dhe ku ndryshon nga format e tjera klasike që na rikthejnë, tonifikojnë trupin, por mbi të gjitha na trajtojnë disa gjendje të caktuara shëndetësore. Janë për mosha të ndryshme, kështu që do mësojmë diçka më tepër përmes reformer, këtyre shtretërve që quhen reformer, i ka sjell jemi në studion e pilatesit të Linda Kalemit, e cila na ka mirëpritur për të ushtruar jo vetëm fizikisht, por për t'i treguar opinionit publik, për t'i treguar zonjave që na ndjekin dhe zotërinjve që pilatesi është një mënyrë jo moderne, sepse ka shumë vite që ushtrohet në botë, po edhe në vendin tonë ka filluar të jetë pjesë e aktivitetit fizik, por mbi të gjitha se çfarë na sjell, çfarë benefitesh, mirë se të gjejmë Linda. Mirë se erdhët. Pilatesi është një program shumë i vjetër, pothuajse 100 vjeçar, i krijuar nga Joseph Pilates. Ai në historinë e tij ka shkruar që un kam qenë një rakitik, i vinte zor sepse ironizoi nga opinioni dhe mori iniciativën që të stërvitej vetë. Mbasi u stërvit mirë vetë, u trajnua edhe për anën fizioterapike, pra mori një trajnim të thellë, u profesionalizua dhe pastaj ky e vazhdoi si metodë për të shpëtuar ushtarët që kishin, domethënë të ishin të traumatizuar nga lufta e dytë botërore. Kjo mbeti si një program që ishte, domethënë, nuk ishte i harruar, por nuk ishte kaq në trend. Mbasi bota u lodh me programet që ish fitnessi, aerobia, dansi, këto me jumping që janë disa lloj metodash, panë që stepi, sidomos stepi, krijoi shumë probleme në gjunjët edhe në fizikun e personave dhe pati shumë gjygje. Prej kësaj u detyruan që të bënin pastaj që të merreshin me programin më kurativ që është ky pilatesi reformer. Tani shikoj që ka një interes edhe këtu, ka filluar vitet e fundit dhe gjë e mirë kjo. Ndryshimi për pilatesi reformer, pra për këtë makinë vegël, jashtë Turqisë, sidomos thonë që është sporti që shplodh. Sepse ushtrimet bëhen kështu, në një shtratë. Je ulur që nuk mban peshën tënde. Mund të ketë probleme të ekuilibrit, janë mosha, pra kjo vegël thonë që është domethënë nga 7 deri në 90 vjeç. Unë kam patur deri në 85 vjeç në Turqi klient plot, që vinin me bastun dhe mbas 2-3 muajsh e lenin bastunin. Sepse si shikoni, nuk ka peshë, trupi nuk rri në këmbë që të jetë i detyruar të mbajë ekuilibrin. Nuk është në këmbë që pesha të rëndojnë mbi kyçet, që është fillon nga mesi, femuri, gjuri, kavilja e tjerë. Sepse çdo tërheqje maksimale, që tërheqja varet edhe nga kabllot. Në qoftë se unë heq kabllon që është e fortë, e kuqja, unë mund të shkoj deri në fund fare. Pra, zgjat atë gjatësinë maksimale. E kuqja është më e forta, është bluja e mesme dhe e verdha më e buta. Këtu mund të ushtrohet me susat më të buta që i thonë që është baraz me peshë, me ngarkesën. Atëherë, duke filluar nga e verdha që është për fëmijë, për moshat mëdha, të tjerat janë në varësi të fuqisë që ke të moshës. Prandaj ky është një favor se ka shumë alternativa. Pra, ju ulur mund punoni krahët, punoni shpinën, punoni barkun, vithet, çdo zonë të trupit. Ose je ulur në këtë mënyrë që zgjatesh. Pra, është problemi i kockës, të qafës, sepse vazhdimisht ka probleme me sidomos ata që punojnë kompjuter. Vë krahët mbrapa dhe me qafën mbrapa punon, edhe kjo punon shumë mirë për të stabilizuar, për të niveluar atë deformimin e qafës. Ka pozicione tilla që hap shpinën. Në qoftë se keni dhimbje mesi, dhimbje qafe, ky është i vetmi program që të zgjat shpinën, të zgjat edhe si gjatësi, të hap edhe të gjitha vertebrat i hap një nga një, për arsye sepse tërhiqesh dhe je vetë që e gradon. Ushtrimi kurativ, jo se për ata që nuk kanë një problem shëndetësor që lidhen me dhimbjet e kyçeve, kockave dhe për t'i rregulluar ato. Por për të tjerë, çfarë benefitesh ka dhe ku fillojnë të ndihen benefitet në trupin tonë? Tani, personat që vini janë me kategori. Ju mund të jeni një person që vini direkt për të tonifikuar apo për të humbur peshë. Ndërsa ato që kanë probleme që kanë probleme të vertebrës kryesisht, të mesit apo të qafës apo të kyçeve, ata duan një kohë pak më të gjatë se sa një person që vjen për të dobësuar.
Nëse e ngarkon shumë, do të traumatizohesh. Këto janë të thjeshta, janë tela, janë susta. I vendos aty simbas, edhe ka një gjë që e komandon vetë veglën. Nëse është e fortë, e shtyn gjysmë. Nëse është e butë, shkoj deri në fund. Ja, si shikoni edhe në atje, punojnë pjesa më e mirë, që i thonë turqit, i thonë ilaçi, i këtij programi është ky ushtrim. Është ushtrimi më i mirë edhe për këmbët, për kofshët mbrapa, se drejton dhe krijon elasticitet që nga femra deri tek vithet. Përveç kësaj, në momentin që ngrihet vithja pak, hapen vertebrat, do me thënë pjesa e mesit, hapen të gjitha vertebrat që shtypen apo shtrëngohen nga qëndrimet e gjata që rrimullur apo në këmbë. Programi Platesi të pregatit që të mos kesh nevojë të shkosh asnjëherë tek mjeku apo tek fizioterapisti. Gratë e vajza që do të donin të nisnin Platesin, çfarë këshille do t'i jepje? Çfarë duhet kemi kujdes përpara se të vijmë këtu? Tani, unë doja të thoja të gjithëve para se të vinë, nuk ka nevojë për asnjë gjë. Mjafton që siç janë kriteret për çdo sport, që mos jenë të ngopur, mos jenë dhe shumë të uritur, me një biskot, me një kafe, me një çokoladë apo diçka që nxit energjinë momentale, të vinë sepse orientimin e bën trajneri, ndërsa ata vetë do të kuptojnë. Unë kam një parim, dua që trajneri i çdo personi të jetë trupi. Unë orientoj, them që duhet bëni këtë lëvizje, duhet qëndroni këtë mënyrë, ndërsa forcën edhe mundësinë dhe kohëzgjatjen duhet ta vendosi trupi me alarmin e tij. Nëse jep një shenjë që u lodha, aty duhet të ndaloj. Dua që kohën e verës, me që domethënë që sot në periudhën e verës, unë dua të ftoj njerëzit të vinë të njohin çfarë është Platesi. Këtë e kanë ofertë dhe është pa pagesë. Është pa pagesë. Pra, me të njëjtin pasion, Linda, që të ofrosh Pilates falas. Po të futesh një kulturë, e ke më të lehtë për çdo gjë, sepse nuk je ti që bind të gjithë. Janë ata që vinë dhe bindin njëri tjetrin. Unë nuk shikoj çfarë do fitoj, unë shikoj çfarë do humb. Si kulturë. Unë e kam parim, nëse unë nuk humb gjë, urdhroni të vini këtu, provoni sa doni. Pra, ndoshta sekreti i mirëqenies nuk është të lodhesh më shumë, por të lëvizësh me vetëdije. Tani le të bëjmë disa ushtrime nga Pilates. Si nisim? Ushtrimi i parë. Tani, si shikoni, ushtrimi është në pozicionin më të qetë. Ajo që duhet të mbështesim pra mesin, të gjitha vertebra duhet të rreshtojmë si ushtarët mbi dyshekun e veglës. Duart i mbajmë shtrirë dhe ajo që ma e të gishtave, që themin e putrat, t'i vendosim tek bari, edhe shtrim gjunjët dhe i thyejmë. Tash i gjatë kohës që ne bëjmë të ushtrim, në të njëjtën kohë punojnë edhe gjunjët, kofshët, punojnë dhe vithet, gjatë se kohë ne kemi në dorë, kemi mundësi të shtypim dhe barkun, të rafshojmë edhe supe dhe trupi është i rafshuar. Pra nuk duhet rrim kështu. Duhet rrim të rafshuar dhe gjatë se kohë ne punojmë këto gjymtyr, këto zona që ju thash. Shumë çlose dhe shumë qef. Është qef. Edhe unë nga një herë, kur jam e lodhur, edhe dua, them me vete nga një herë, inshallah zjen ndonjëra që shtrihem dhe unë, se edhe punon trupi, kam nevojë dhe vetë, po edhe në këtë kohë edhe shplodhe dhe postura. Atëherë çfarë ndodh? Ky ushtrim pasohet ka shumë variante, pasohet me ushtrim tjetër që ngrehesh me supe, kupton? Edhe punon edhe pjesa e barkut, korë që i themi ne, përqendrohen muskujt e barkut, të abdominal, edhe të pjesës poshtë pelvik. Disa ushtrime për barkun, për tonifikimin, për uljen e masës diamore aty, përveç ushqimit, se kemi thënë këtë. Tani, ushtrimet e barkut nuk janë të gjitha seri njëra mbas tjetrës. Çdo ushtrim që ka një gjymtyr, pra që ka këmbët apo krahët, pasohet pastaj edhe me ushtrimin, fazën e dytë atë ushtrimit që është barku. Pra ne gjatë gjithë një ore që kemi seancë, ne ushtrimet e barkut i fusim me intervale në çdo ushtrim tjetër. Ka rëndësi dhe ushtrimet e vitheve, edhe zonat e vitheve. Zona e vitheve sepse është problemi, janë muskujt, është masa më e madhe e rëndon më tepër, që ajo forca e gravitetit i merr më shpejt vithet. Kështu që këtu punojnë të gjitha zonat. Shikoni sa lehtë punojnë me krahët. Ti është e shtrirë dhe punoj gjoksi dhe krahët, ky është komfortiteti më i madh. Ulim sustat që e bëjmë shumë të lehtë, duke ardhur sipas seancave, sipas fuqisë ajo rritet. Faza e dytë është me ngritje, pra që punon edhe barku. Punohet pozicioni tjetër që bashkon krahët edhe pra krahët dhe gjoksin në disa orientime dhe drejtime. Se ka disa.
Kjo mund të shoqërohet me ritm, pastaj me ngritjen e shpinës e tjera. Kemi ushtrimet e këmbëve. Kësaj i thonë ilaç. Turqit sa i thonë ilaç. Më një shtriqje të gjithë... Jemi të ushtrimet për këmbët, për mesin, deri tek shpina, që do të thotë. Vendosim kabllon tek njëra këmbë. Do thoni që unë nuk e ngrej dot këmbën. Nuk e ngren dot këmbën, e ke shumë të lehtë, ta ulësh tu poshtë, ja siç e ke. Këtu ndihmojmë neve që ti vendosësh, dhe ky është ushtrimi që qetëson shpinën. Ndaç punon pak, ndaç punon drejt, po deri këtu do vinë, sepse kjo bën tërheqje, shton elasticitetin, kur drejtohen gjunjët, ndihmon në forcimin e gjunjëve, dhe momenti që ngrehet vitja lart, këtu vertebrat që janë vazhdimisht, që janë 4-5, L4-5 që janë problemet, heni diskale, këtu kurohet. Ja, kaq. Kaq, pra, kjo është me e leta. Nëse do, e rrit këtë, çon dhe vithet, i ul këmbën sa ti duash dhe i ngrej. Ha, në qoftë se nuk ka mundësi, nuk ka shtrirje, më ka ndodhur që vinë zonjat ose zotrit me këmbë të thyera, se nuk i shtrin. Pikërisht këtë i ka kërkuar mjeku, i ka thënë bëni stretching. Ky është një stretching. Ka ushtrimin që forcon gjunjët edhe femurin, pra muskujt, edhe të kofshëve, gjatë kohës që ngrehesh nga pak, ti ushtron forcë. Ti edhe muskujve të barkut, këtu, pra këtu punon barku, punon kofshët, punon gjunjët, vithet, edhe në fund fare punon hapet vertebra. Vetëm kam një porosi, mos ndiqni të gjitha videot që janë në Facebook apo në media, mos i shikoni ato, është një ushtrim shumë i duhur. Duhet të keni një instruksion të sakt, të paktën 3 muaj dhe pastaj ajo që dua unë, dua t'i orientoj të gjithë që të kenë mundësi të stërviten vetë. Paraditja në Report TV mundësohet nga Sallame Isaj, pasion për cilësinë. Përshëndetje miq, quhem Ardian Kraja, punoj si mjek prej shumë vitesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sot do desha t'ju flas për një produkt shumë të rëndësishëm, siç është Oben. Dhimbjet kronike në nyje nuk është thjesht një bezni kalimtare. Ajo ndikon në mënyrën se si ecni, si flini, si punoni, në çdo lëvizje të trupit. Quhem Flamur Garasani, me profesion agronom. Gjithë jetën time jam marrë me bujqësi, me pemtari dhe me prodhim lulesh. Prandaj nga lëvizjet e tepër dhe nga puna e tepër që bëj, nuk më fillon gjunjët, mra një halli madh që unë ngela në shtëpi, sumvinja edhe në punë. Quhem Rovena Bega, jam 44 vjeçë, punoj në një familje si babysitër, gjithashtu ndihmoj dhe në punë të shtëpisë. Para 3 vitesh kisha problemin e qafës, shtyllës kurrizore edhe kyçeve të duarve. Te punë të shtëpisë Mirë se erdhët në Rez e Dielli përsëri. Do të flasim tani për një problem shëndetësor që prek shumë vajza dhe gra në fakt dhe që ngatrohet me celulitin. Ai quhet lipedema. Çfarë është lipedema? A kemi lipedema apo kemi celulit? Përmes fotove do të mundohemi të kuptojmë pak më tepër se për çfarë bëhet fjalë dhe bashkë me Sidorelën do të tregojmë se cilat janë mënyrat më të mira për ta trajtuar dhe për ta dalluar këtë gjendje e cila nuk është shumë e njohur, apo jo Sidorela? Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Lipedema është një patologji e indit lidhor dhe të indit dhjamor, ku yndyra shpërndahet në një gjendje jo normale. Nëse ne kemi një trup normal dhe ky trupi duket me forma të duhura, lipedema shfaqet kryesisht tek gjymtyrët e poshtme të grave, që janë vithet, kofshët, pulpat. Normalisht së fundmi është bërë pak më shumë e njohur dhe janë ndërgjegjësuar pak më shumë edhe gratë për ta diagnostikuar si sëmundje. Për të mos e ngatruar, në fakt, po pse ngatrohet kaq shumë me celulitin lipedema dhe çfarë e dallon? Cilat janë shenjat tipike që e veçojnë atë nga celuliti apo nga mbipesha?
kam pamje të njëjtë, janë të dyja lëkurë portokalli, kur i shohim nga jashtë, por lipedema shoqërohet me dhimbje, me enjtje të zonës aty ku është e inflamuar, ndërsa celuliti nuk ka dhimbje. Celuliti është vetëm pjesë estetike. Ne e trajtojmë sepse nuk dukemi bukur, ndërsa lipedema është një gjendje kronike. Përveç estetikës, domethënë. Përveç estetikës, ndiqet me dhimbje, me enjtje, me mavjosje, ku ne nuk e kuptojmë ku jemi vrarë, dhe kjo është një patologji e cila është bërë e njohur kohës e fundit, që të paktën njerëzit të ndërgjegjësohen dhe mos ta trajtojnë njëjtë si celulitin. Është shumë e gabuar që lipedema të trajtohet me trajtimet e celulitit. Nuk mund ta trajtojmë me masazhet anticelulit, por mund të trajtojmë me masazhet limfodrenazh. Pra, një nga mënyrat e trajtimit, sigurisht që për ta diagnostikuar, për ta trajtuar dhe për ta mirëmbajtur, sigurisht që duhet një konsult me mjekun specialist që ai të vlerësoj më pas edhe me kirurg, sepse këto gra shkojnë deri në operacion për ta eliminuar si një gjendje shëndetësore. Nga shfaqet, si shfaqet, ndryshe nga celuliti, a është një problem hormonal lipedema apo ka faktorë të tjerë? Janë 3 faza të cilat mund të shfaqet, që është puberteti, është ndryshimi hormonal, është edhe genetika, por gjithashtu dhe menopauza. Domethënë, tek ndryshimi hormonal futet dhe menopauza dhe puberteti. Kryesisht është genetike. Në shumicën e rasteve dhe një studim i fundit shkencor që është bërë është 70% e masës të femrave që e kanë këtë lloj sëmundje vuajnë dhe nga cikli menstrual. Domethënë i kanë të çrregullta dhe është shumë lidhur fort me problemet hormonale. Është shumë e lidhur, shumë ngushtë. Por dhe genetika luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse në anamnezën që ne bëjmë të klientëve, del që genetika e tyre e mbart këtë lloj problematike. Po në cilat mosha? Dhe a prek vetëm gratë lipedema? Kryesisht prek vetëm gratë, ashtu sikurse dhe celuliti. Domethënë masa më e madhe është tek femrat. Tek meshkujt është shumë e rrallë, pothuajse fare është një përqindje shumë e vogël e popullsisë që prek meshkujt. A ndodh që lipedema të shfaqet dhe tek gratë apo vajzat që nuk janë mbi peshë? Pra, pesha është një faktor kryesor pra në shfaqjen ndoshta të lipedemës, por a prek dhe ato që s'janë mbi peshë? Ndryshe nga celuliti shfaqet tek personat që janë kryesisht mbi peshë. Normalisht e kemi dhe tek personat që janë të dobët nga jeta sedentare. Por lipedema nuk mund të themi që vuajmë nga, domethënë jemi obez dhe vuajmë nga lipedema. Shpesh ngatrohet shumë me obezitetin. Thonë që jemi të shëndosh, bëjmë dieta drastike, nuk mund të humbim në peshë, po ndërkohë... Mbajmë pak, ju lutem regjia, këtë foto që po ne po shohim, foton më përpara, por edhe kjo, por e para ishte më e dallueshme, dhe si Dorela të na tregoj se pse njëra anë është celulit dhe pse fotoja tjetër, ju lutem foton më pas, kur ta keni, pse fotoja tjetër quhet lipedem. Pra, ku dallohet në anën estetike përveç se fillojnë dhimbjet? Ja, tek kjo fotoja që jemi këtu. Tek pjesa e parë duket edhe tek pjesa sipër gjurit që kemi lipedem, sepse duket rëndesa që ka kupa e gjurit nga uji i tepërt dhe nga toksinat. Tek pjesa e dytë, po ta vëmë re, tek gjuri e kemi pak më smooth. Dhe këmba është më e tonifikuar, celuliti është pak më i dukshëm, por ndryshe nga lipedema, këtu e kemi në shkallën e dytë, në shkallën e tretë. Nuk mund ta themi që kemi dhe raste kur celuliti është njësoj si lipedema. Do me thënë të dyja figurat nuk kanë dallim fare. Dhe kjo tregon që mund të ndodhë dhe të diagnostikohet gabim. Po, pa tjetër, është diagnostikuar shumë shpesh kjo gjë nga estetistet, jo vetëm, edhe unë e kam bërë këtë gjë, sepse ishte mungesa e informacionit,
por duke qenë se tani jemi ndërgjegjësuar pak më shumë dhe dim se si ta trajtojmë, duhet një dietë proteinike shumë e mirë për ta ndërthurë këtë, duhen masazhet limfodrenazh. Ka medikamente që e trajtojnë bashkë me dietën ushqimore dhe trajtimin e nuk ka limfodrenazhit? medikamente që mund ta trajtojnë. Domethënë mund të dalin medikamente që thonë që kjo e trajton këtë gjë, por jo. Dhe pjesa ku ndërhyhen me kirurgji është një pjesë shumë e mirë, por kur është në shkallë goxha të avancuar, kur ne nuk e kemi kapur të hershme për ta trajtuar dhe për t'i vënë pas që kjo lipedem të ngadalsoj pak pjesën e procesit të saj, heqin pjesën e dhjamit ku është lokalizuar lipedema dhe pastaj ne duhet ta mirëmbajmë për mos t'u akumuluar dhe mos t'u përsëritur. Mund të rishfaqet në Po, patjetër që mund të rishfaqet. Edhe pavarësisht se kemi ndërhyrë kirurgjikisht, pra duhet mirëmbajtur gjithjetën. Duhet mirëmbajtur me një dietë proteinike dhe me një aktivitet fizik shumë të fortë që janë me pesha. Domethënë nuk mund të bëjmë kardio për të eliminuar lipedemën. Domethënë ndryshe nga obeziteti ose ndryshe nga shtimi në peshë. Nëse kemi një shtim në peshë, ne do bëjmë kardio për të ulur masën e dhjamit. Ndërsa tek lipedema duhet të forcoj muskulin që të ulim inflamacionin e lipedemës. Gjithashtu dhe... që me anën kirurgjikare kam dëgjuar që ishte goxha kosto faktikisht. Po, është goxha kushtueshme. Duhet jetë një ndërhyrje e vështirë. Po, sepse për persona që kanë në të gjithë trupin, do ndërhyjnë në krah, në kofsh, në ije. Pra, mund të lokalizohet edhe tek krahët, edhe tek barku, në të gjithë trupin mund të shfaqet. Tek shpina, po, tek pjesa e shpinës, tek pjesa e krave, pulpa. Domethënë në gjuhën popullore ne e themi që duken komplet si trunjgje këmbët, sepse nuk kanë atë strukturën e bukur me belin e hollë edhe të definuar, trup të definuar. Pra që nuk është thjesht obezitet, që nuk është thjesht celulit, po mund të jetë në fazi të lipedem, që e dallon dhimbja. Po dhimbja kur fillon? Pra si shfaqet gradualisht lipedema dhe pse po e ngatrojmë me celulitin? Pra kur fillon të bëhet diferenca? Dhimbja fillon që në fazën e parë. Që në fillim fillon dhimbja dhe pastaj që të mavjosemi diku në trup dhe nuk e kemi kuptuar dhe themi që ku janë vrarë. Pra janë edhe këto që e dalluese, mavjosjet e pashpjegueshme. Shumë kliente, kur më vinë në fillim, më thoshnë që ku janë vrarë dhe i thoja që kemi lipedem, kemi të bëjmë me lipedem, nuk mund të trajtojmë njësoj si që mund të trajtojmë me celulitin këtë gjë. Por nuk e besonin, nuk ishin të informuara mirë pavarësisht se ne mundoheshim që t'ja shpjegonim pjesën e procesit të lipedemës, kishin rëndes, kanë entje, kanë një entje të këmbës dhe pastaj ajo nga presioni masi duke t'jep edhe dhimbje, si nxehje, dhimbje dhe këmbët vlojnë. Do me thënë kja të ndjesin që gjithkohës i ke këmbët e nxehta dhe diçka të mundon një pesh, një rëndes. Kur trajtohen me limfodrenazhin, këmbët fillojnë dhe të rimodelohen. Kjo ndodh sepse toksinat dhe ujërat e tepërt të trupit fillojnë dhe të gjejnë atë rrjedhën e tyre nëpërmjet limfave dhe të shkarkohen dhe të dalin jashtë. Nëpërmjet urinimit apo jo? Po. Sa kohë duhet lipedemës për t'u trajtuar? Kjo nuk ka një... Apo varet në bazë të fazave në cilat ajo? Kjo nuk ka një... Nuk i referohemi do të një kohë të caktuar, ndryshe nga celuliti që mund t'i referohemi me disa seanca dhe themi që do të trajtohet pas kaq seancash me këtë lloj ushqimi. Lipedema thjesht ne mundohemi ta mirëmbajmë për mos të kaluar në grada më që të çojnë në kirurgji më pas. Sa efektive janë nëse i rendisim për trajtimin që realisht apo jo ndihmojnë në lipedemën, që është drenazhi limfatik, që është radiofrekuenca, masazhet vakum, endosferat, prezoterapia dhe kur duhen shmangur ato trajtime që quhen agresive. Pra nuk e do me shumë agresivitet kam përshtypjen kjo gjendje. Masazhi drenazh ose ndryshe masazhi limfodrenazh është një masazh shumë i butë që na ndihmon për të drenuar komplet trupin. Të gjitha më poshtë që ti përmende janë pjesë të celulitit dhe jo të lipedemës. Kurse si nuk mund të përdorim vakum, endosferën, presoterapin, kur ne kemi lipedem. Sepse nuk duhet të përdorim as pak presion
mbi një zonë të inflamuar, se ajo është sëmundje, nuk mund të trajtojmë si që trajtojmë celulitin rëndom të fare me dru bambuje, duke punuar dhe me vakumin. Qartë. Po celuliti, me këto terapi që unë përmënda, sa realisht ndihmohet, sa zhduket? A zhduket plotësisht celuliti apo jo? Duen shumë seanca që të zhduket celuliti. Duhet të punojmë shumë për të parë një rezultat shumë të mirë. Presoterapia, endrosfera, vakumi, masajet anticelulit janë një ndërthurje shumë e mirë për të arritur në një rezultat shumë të mirë. Por, problemi që ndronë që varet se sa ka celuliti në zonën e vetë aty, sa vite ka që është dekompozuar. Pse janë shtuar shumë vajzat dhe gratë me celulit në ditët e sotme? Jeta sedentare që bëjnë, kjo pjesa e dembelizmit që është shtuar shumë, puna, pjesa e kohës së kufizuar, dieta ushqimore, një ndër gjërat kryesore që duhet të bëjmë si për lipedemën dhe për celulitin është që duhet të eliminojmë të gjithë ushqimet e procesuara. Dhe më thënë, kjo është një sfida më e madhe që ne po e komunikojmë aq shumë për të zhdukur ushqimet e procesuara, si që janë pijet me gaz, fast foodet, këto krekërsat apo çdo lloj ëmbëlsire të mundshme që ne mundohemi që t'i gjejmë pak të gatshme për pjesën e mungesës së kohës. Ndihmon uji, se na thuhet që konsumoni shumë ujë, bëni shumë aktivitet fizik, dhe sa realisht e eliminojnë të gjitha këto procese celulitin? Të paktën duhet të pim 2 deri në 3 litra ujë në ditë, gjatë kohës që ne bëjmë këto trajtime, sepse nevojat e organizmit janë të ndryshme në individ të ndryshëm. Ka persona që nuk pinë fare ujë, harrojnë të pinë ujë, e zvendçojnë me pije të tjera, por nuk mund të themi që ke pirë lëngje gjatë ditës, të paktën të pimë çaj, nëse nuk pimë ujë, por uji është një detoks shumë i mirë i trupit. Aq më tepër kur në të shtojmë edhe limonin apo gjethet e mentes. Tani jemi përpara verës dhe ky ndryshimi i stinës është shumë i mirë që të fusim pak detoksi në trupin tonë, ta përdorim 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Lëkurën do e kemi shumë herë më mirë, shumë herë më të hidratuar, dhe në qoftë se kemi predispozit për një disbalancë hormonale ose një mikrob të vogël në lëkurë. Që e shkakton pa këtë celulitin? Po, që e shkakton, jemi shumë mirë dhe uji të ndihmon për çdo lloj gjëje, jo vetëm për celulitin. Ne shohim, si Dorela, në rrjetet sociale, ky krem bën mrekulli, ky krem lëmon lëkurën, largon përfundimisht celulitin, jepen ato reklama dhe të gjithë shkojnë dhe i blejnë ato kremra. Realisht funksionojnë kremrat së jashtëmi, pra mund të ndihmojnë sa do pak në celulit. Është një gjë që ta themi sot dhe për gjithmonë, mos ta përsërisim më, që kremrat nuk funksionojnë, sepse ne si estetiste bëjmë një punë shumë të madhe dhe shumë të lodhshme për të arritur një rezultat shumë të mirë dhe ajo pjesa e reduktimit vjen shumë gradualisht dhe me goxha seanca për të shkuar në një trup. Për ta përmirësuar pamjen, po që brenda përsëri zhdukja nuk është përfundimtare? Nuk është përfundimtare, por ka persona që e kemi parë që kur vinë rregullisht dhe kur e kanë bërë gjatë gjithë vitit, kam pasur një rezultat shumë të mirë për pjesën e celulitit. Mirë, faleminderit shumë për bisedën, një nga më të mirat që kemi edhe për këto masazhet e fytyrës Dorelën tonë. Faleminderit për bisedën, verë të mbarë duhet jetë shumë ngarkuar kjo periudhë për ty, sepse vajzat nxitojnë, vrapojnë për të bërë masazhet apo limfodrenazhi, t'jenë gati për plazh. Gjithmonë profesionistët dhe mjekët janë ata që vlerësojnë më së miri se në çfarë gjendje është lëkura juaj, pa marrë vendime të gabuara, sidomos për lipedemën, që duhet patjetër një mjek specialist dhe kirurg që vlerësojnë gjendjen dhe marrin vlerësimin e duhur për ta sistemuar atë. Edhe një herë faleminderit si Dorela, ndërkohë faleminderit dhe juve, kalofshi bukur.